Rahim, të dashurit e mi, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. E falenderoj Allahun dhul Gjelal për dhuntit e tij të mëdha, cilat na I ka dhuru, e në veçanti imanin edhe shëndetin. E falenderoj Zotin. Pas një krize të shëndetit që e përjetova afër 3 javë prej sodit, unë kam fillu me marrë vetën, kam fillu mu bo ma mirë, kam fillu mu forcu, elhamdulillah, kom pas një poshim mjekësor dykon afër 3 javë po bohen, e inshallah do të fillojmë për javës tashme më kom ma prezent në xhami, me aktivitetet tona, me angazhimet tona, sa të kemi mundësi. Allahu është shumë I madh, ati kof shumë fal, ai bën mrekulli. Unë sot nuk do ta mbaj hutbën, për shkak se po kam dëshirë që vllai jon edhe talebja kësaj xhamie, që qysh nga fëmëria e tij Kushtrim Efendi Sufi, ka nis rrugtimin e tij të kërkimit të diturisë pikërisht prej kësaj xhamie. Edhe me emër të Allahut, edhe po përshtatet me destabilitetin e shëndetit tem, por edhe të njëjtën kohë po kam dëshirë ky me krysët hutbën në formë mënyrë më të mirë të mundshme. Çështja tjetër, na me emër të Allahut e kemi nis një projekt shumë të madh, renovimin e xhamisë. Nisme e mbar për hajna qoftë. Zoti na ndihmoft. Shumë I kom fol për këtë projekt kohë që 3 vjet, dojna me anisë, po pa e caktu Allahu Azza wa Jall s'po më keniri me anisë. Ja kemi nis në emër të Zotit e në hamor të Zotit. E inshallah nuk lën Allahu Azza wa Jall kërkonin keq pa e bitis ai që e nis në emrin e perenis. Zotë na ndihmoft. Allahu I rujtë për herë kjo gjumona qoftë, e thirrë Haxhi Muharrem atje tash e zonën e janena, e na këtu falëm vend ka boll, mos të frigohet dikush se s'ka vend ka boll, e kërkesa për tubimin e të mirave materiale nuk ka të ndalën. A e keni parasysh? Do më thonë, njerëzit po vinë, dje mashallah keni lajm shumë I bukur edhe jepi zeka, edhe gjitha portale tjera të Mitrovicës e kanë qitë, disa fëmijë kursime që I kanë pas, ja kanë dhonë babës dvet, e ja kanë që Hoxhës Armend, e Hoxha Armend mi ka pru mu dikun 70 euro me centa. Fëmija kanë dosh më bon hisedar në këtë vepër të madhe tonë. Inshallah Allahu kabul në e ba. Sot kemi edhe musafir nga Gostivari, e si zakonisht xhamia jonë për gjitha trevave këtu bashkohet Shqipëria etnike, elhamdulillah, e Zoti kabul në e baft. Respekt për gjithë, e Allahu na ndihmoft ya Rabbi. Lillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. I tërë falenderimi, I tërë madhërimi, I tërë pushteti, I takon atij I cili e krijoi tokën e qiellin, e krijoi xhenetin, e krijoi xhehenemin. E falenderojmë për të mirat të cilat I dim, edhe nuk I dim, e nuk ja u dim vlerën. E falenderojmë Allahun te bareke wa taala për shëndetin të cilin na e ka dhënë. E falenderojmë për çdo të mirë, mbi të gjitha falenderojmë që na e ka jep këtë fe kaq të bukur, e na ka bë pjesëtar të Rasulullahut alayhi salatu wassalam. Pas falenderimeve ndaj Allahut, në këtë ditë të salavateve, çojmë salavate dhe selame për njeriu I cili na nxorrin nga errësira, e na qitin në nur, në dritë, për Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij,
e për mbi gjithë besimtarët që e pasojnë dhe vazhdojnë ta pasojnë deri në kiamet. Të nderuar vëllezër besimtar, secili njeri ka filluar të falet, ka filluar të bëj namaz në një xhami të caktuar. Andaj sot qëndroj në një vend që për mua ka vlerë të veçantë shpirtërore, sa të jam bashkë me juaj në xhaminë e Shqipolit, në xhamin ku për herë të parë mësova hapat e parë të Islamit, ku formova dhe fillova rrugtimin e dijes fetare. Një rrugtim i gjatë dhe i mundimshëm, por me sfida dhe me sprova të vazhdueshme. Fjala e dijes në këtë xhami u shoqërua me shembull dhe edukat. Kjo xhami nuk është thjesht mure dhe mimbere, por kjo është shkollë e besimit, vend ku janë mbajtur qindra hutbe dhe janë edukuar breza dhe janë forcuar bindje në lidhje me Allahun te bareke ve taala. Kjo xhami nuk është si xhamiat e zakonshme, sepse kjo xhami është xhami e pajtimeve. Nga kjo derë kanë hyrë zemra të lënduara dhe kanë dalë shpirtra të pajtuara. Në këtë vend me urtësi, durim e sinqeritet ka vazhduar misioni dhe vazhdon hoxha im, e mësuesi im i parë, e hoxha juaj, hoxha Fatmir. Hoxha Fatmir, si që dim, ka pajtuar shumë familje të hasmeruar, ka shuar armiqësi dhe ka kthyer lidhjen vëllazërore. Ashtu si thot Zoti me Kur'an, me të vërtet besimtarët janë vëllazër. Kjo është thirrja e vërtetë e Islamit, të bashkoj e jo të ndaj, të shëroj e jo të plagos. Pas 3 vitësh duke shërbyer si hatib në shumë xhamia të territorit të Mitrovicës dhe me gjerë Allahu deshi që sot ta qëndroj pikërisht në këtë xhami ku gjithçka filloi për mua, dhe kjo hutbe ka veçanërisht një peshë të veçantë. Sot kam derin dhe përgjithësinë që në këtë hutbe të mbaj me ftesë të mësuesit tim të mbar e imamit të kësaj xhamie, hoxhës tonë të dashur Fatmir Efendi Latifaj, një mësues që për shumë nesh nuk ka qenë vetëm ligjerus, por ka qenë edhe udhërrëfyes, edukator dhe shembull në sjellje. Hoxha Fatmir është nga ata imam që edukojnë me fjalë të qeta dhe mësojnë me durim, dhe që na tregojnë që besimi tek njerëzit është me sinqeritet dhe përkushtim. Në këtë xhami, sa nxënësi ka mësuar abdesin dhe namazin, e sa zemrat janë lidhur me xhamin përmes fjalës së tij, dhe sa hapa drejt Allahut janë bërë në udhëzimin e tij. Të nderuar vëllezër besimtar, fillova kështu hutben, sepse ai që nuk falenderon njeriu nuk ka falendëruar as Zotin e Madhërisëm. Të dashur vëllezër besimtar, më lejoni që në këtë hutbe të flas diçka për rifreskimin e zemrave tona, për ristartin e zemrave tona. Fjallën ristart e keni ndëgjue shumë prej jush për ristartojmë do një pajisje teknologjike, kompjuter ose telefon ose diçka. Por edhe njeriu ka nevoj për ristartim, ka nevoj për mu kthy fuqishëm të Allahu Gjellëshanehu, sepse na kështu e kim, zemra kështu e dën. E dën mu kthy fuqishëm të Allahu, edhe duke ditë që jemi në prak të muajit të bekuar të Ramazanit, zemra jon ka nevoj për mu kthy te Zoti i tij. Shpesh prej nesh i dëgjojmë xhamatin ton duke thonë që një farvakti kanë bë ma shumë sejdë, kanë fol namaz ma shumë me xhamat, por tash ju. Pse? Se harami ishte dikur i rënd për ty e tash po peshon let, sepse thot filani ka bë të bëj edhe unë. Nuk vazhdon jeta kështu të nderuar vëllezër, se bëri filani një mëkat e të bëj edhe unë. Na jemi ata që e pasojmë pejgambert, hoxhallar që na tregojnë se çka është rruga e të vërtetës. Të nderuar vëllezër besimtar, prej pikave të para që imani, zemra jon duhet mu rifresku, duhet mu ristartu, është edhe me jetu me Allahun. Krejtësojna na jetojna me Allahun. Është e vërtetë që na me Allahun duhet me jetu, se për çata kemi ardhur në këtë dynja, por
Shikoni të nderuar vëllezër, pasi nona e mësojt, e hedhin ujë, mësoj normalisht do të vepron të kështu se ishte urdhën i Zotit te bareke ve taala. Allah tha në surën Kasa se përmend tha zemra nënës mësohet mbetjes brast pa mësohen. A thu pa mësohen zemra i pas ka mbet nënës mësohet e zbrast. A thu çfarë zemra shkan ata të cilët jetojnë pa Allahun. Ata të cilët nuk e din se çka është me jetu me Allahun dhe nuk i bin Allahut në sejdë. Me jetu me Allahun do të thot që mi ronë sejdë. Me jetu me Allahun do të thot me agjeru ti Ramazanin. Me jetu me Allahun do të thot që ti me respektu babën edhe nonën. Me jetu me Allahun është me bo vepra të mira. Nuk ka mundësi njeri me jetu me Allahun pa e respektu rregullat që i ka qenë në Kur'anin Kerim. Të nderuar vëllezër besimtar, shumë nga djemtëri, shumë nga bashkëmoshatarët e mi i ndëgjoj duke thonë që jam nervoz. Amo nuk e dim pse është nervoz. Krejt mirat e dynjas i ko, krejt i ko, familje, pasunie, krejt, po amo është nervoz. Nuk e dim pse është në stres, nuk e dim pse është në depresion. A e dini pse? Pse nuk pedin Zotin hak, është të i mungu diçka madhështore. E qka është duke i mungu aja? Qa është duke i mungu ati? Krejti paska. Po diçka nuk është bash tamam që është nervoz. Pa pse je nervoz? Valla nuk e divesh, po bona nervoz. E ilaçi i kësoj nervozës, e ilaçi i kësoj është nisen, veç me jetu me Allahun. Po hoxha efendit tona jetojna me Allahun se Allah neve na ka kriju. Po nuk pja respekton ti urnat Allahut te bareke ve taala. E qysh ai i cili e fal namazin me një herë i largohet stresi, me një herë i largohet nervozizmi. Ai i cili jeton me Allahun nuk ka stres edhe nervoz, nuk ekzistojnë këto sene. Po pe i fali veç gjumat. Allahu shpërblev ty që i fal veç gjumat. Po duhet me i fal 5 vaktet. Sepse Allah kështu ka thonë, ndashit me kanë të shpëtuar falën e namazin. Mi 60 herë është përmend namazin Kur'an. Kur e pyetën një prej dietarëve të mëdhaj, ku e ka robi rahatin? Tha robi rahatin e ka tha veç kur të shkel kama e tij në xhennet. Andaj të nderuar vëllezër besimtar, një herë pejgamberi alayhis salam i fali veç 2 rekate farz të drekës ose të ikindis, varet prej transmetimit. Dhe u mërzit, u pështet për një pemë ato dhe u mërzit. Kur e pyeten, tregoj që i ka harru 2 rekate. A i ka harru veç 2 rekate. Ani pse i ka fal 2, po i ka harru edhe 2 me e plecu që me i bo 4. U habit. është koni përgëzu me xhenet. është konë me i dosh një Allahut, edhe u mërzit pse i kalon 2 rekate. E na që nuk e kim gojle namazin ton, nuk e kim që e folim vakt, ku e kim zemrën ton, karshi Zotit madhëreshëm. Kjo është pika e parë besimtarit, me jetu me Allahun, qysh ka thonë Allahu në Kur'anin Kerim. E dyta është mendimi mirë për Allahun. Ndëruar vëllezër besimtar, ne shpeshin dëgjojmë njerëzit me ankesa rreth gjendjes ekonomike, rreth problemeve të shumta, rreth sëmundjes, ku ta diun shumë probleme, edhe me njëherë ai që nuk e ka imanin e fort e shon Zotin e vet. Amo ai ka gabu. Aton duhet me afru. Me thonë që gabim e ki. Ai i cili sprovohet, ai edhe gradohet të Zotit ti, ngritet lartë në shkallat të Zotit ti. Dhe të ndëruar vëllezër, pavarësisht sprovave, mundimeve të shumta, prap do të me pas mendim të mirë për Zotin, sepse Zoti ju është shumë i mirë. Zoti ju është bujar. Zoti ju kërkon që veç me i respektu edhe mu bo të mirë na, Zoti na ka premtuar shumë shpërblime, edhe jo me sho, ose ta sho të roshi, për shembull, e shon shiun se s'mujta me punu. Ka dalë se dhe shiu e ka bereqetin e vetë. Andaj, para se me mendu negativ, diçka që të ka ndodhë një kader,
mendo që ti pozitiv se Allahu ta shpërblen shumë fish. Allahu e ka dorën e lirë dhe shpërblen ty pa kufish. Andaj para se me mendu keq, mendo mirë, se Allahu e don mendimin e mirë. E don mendimin e mirë. E treta, për rifreskim të imanit, në prag të muajit Ramazanit, është edhe ushqimi i besimit. Po thot Allah në surën Hud, veprat e mira i fshin të këqijat. A pesheni çfarë Zotit mirë pra paskum? Po thot ti e ke boni mkat, e ke boni gjuna, se cili jemi gabimtar. Po çka po thot? Nxito me boni vepër të mirë, nxito me boni punë të mirë, se ty Allahu ta fshin. Po thot vepra e mirë e fshin të keqen. Ku ka ma mirë se Islami? Ku ka ma mirë se kjo fe e bukur, se Zoti i Madhërisëm sa bukur edhe sa të letë na e ka bo Islamin. Ti e ke bo një gjëna se cili biri Ademit është gabimtar. Po tash, për me fshiti a gjëna, bëne një vepër të mirë. Mos e lejo me katin që zemrën tonë ta mush me pluhen. Se cilim kat, andaj shpejto me veprat e mira. Shpejto me veprat e mira. E katërta, për rifreskim të besimit ton, zemrave tona, në këtë kohë të fitneve dhe të trazirave, është e rëndësishme edhe leximi i përhershëm. Të nderuar vëllezër besimtar, ne duhet mi bë reklam librit, me kuptu jetën e kësaj botës dhe botës tjetër, sepse ne kemi ardhur kalimtar në këtë dynja. Andaj, me leximin e librit, e kuptojmë edhe bëhemi më të dijshëm në çdo aspekt. E kuptojmë, e lexojmë një libër për xhenetin, e kuptojmë se sa i bukur është xheneti. E lexojmë një libër për emrat e Zotit, e kuptojmë që duhet me dash Zotin më shumë. E lexojmë një libër për sadaka, e kuptojmë se çfarë vepre sadakaja ka, namazi e kështu me rend. Amo jemi mbush me fjalë. Unë e kam zemrën e mirë. Kush ta garanton ty që e ki zemrën e mirë pa po veprat mira? Në cilin qitap, në cilin libër e ke lexu ti. Andaj, ai i cili i respekton këtu rregulla, e fal namazin, e agjeron Ramazanin, e ngon babën edhe nanën, e jeton me Allahun, edhe mendon mirë për Allahun, atëherë ajo është i shpëtuar. Ai ka zemrën e mirë, mund të themi. Të nderuar vëllezër besimtar, po dikush mund me thonë, po s'po moj me orë në xhami, s'po moj mu fal, s'po moj me lexu, se po luna me punë. As pak puna nuk ngarkon ty pse ti e fal namazin, madje vetëm ta leçon edhe ta shton bereqetin. Gjithë kemi që të nga një profesion, por na kena gjithë me orë ku, se ju kena përgjigj urdhnit Allah të bareke o tala, që ka unë surën gjëmo, o ju që keni besuar, lene që të bleren, lene tregtin, kur thirët e zoni gjëmos, mledhën ja 10 minuta qëtu, nga në i këshil, edhe shpërndahunit e qetë. Kjo është zotë junë, po na thirë një herë njaftë mu të bu, me lutë Allahun, sepse me gjiliset e dijes, edhe me prezentu në me gjiliset e dijes, jenë kopshte prej kopshteve të xhenetit. Jemi në prag të muajit Ramazanit. Andaj këtu këshilla, le ti përdorim për hajër, le ti përdorim për të mirë, dhe le të na gjej Ramazani më të fuqishëm, edhe më të bashkuar, dhe pas Ramazanit le të vazhdojmë me këtë tempo. E lusë Allah të na falë, të na uzën, të na drejtoj në rrugën e drejtë, në rrugën e hajrit dhe në rrugën e atyre që Zoti është i kënaqur me ta. Kisha nderin që këta pak minuta me nda me juve, Zoti shpërbleft hoxhin nderuar mësuesi i parë, Zoti shpërbleft edhe juve për dëgjimin, për vëmendjen e juaj. Allahu na bashkoft në hajër e të mirë. Kjo xhami po rinovohet, andaj e keni një mundësin që në këtë muaj Shaban e në prag muaj të Ramazan me kontribu e me jep sadaka. Sepse sadakaja e vazhdueshme është, Zoti ka thënë në Kur'an në surën Taube, vetëm besimtarët kanë drejt mu për kujdes për xhamiat. Shkurt, pe u citoj se ajeti është më i gjatë. Andaj
me një sadak tone, me një 5 cent tonin, me një 10 cent tonin, të Zoti shpërblesh shumë fish. E veç Allahu din që shpërblesh, as unë as hoxha nuk e dim. Allahu është ai që shpërblen shumë, edhe në këtë dynja, edhe në atë dynja. Atje të Postëqia kontribani, kjo xhami është fillu me ndërtu me 5 cent të tutje deri këtu kur ka ardhur prej viteve të 90-ta e deri tash. Ndoshta është e vetmja xhami që nuk ka prek dora ndonjë donatorit huj, po veç ju të ndëruar xhamat, andaj kontriboni që ta presim muajin Ramazan ashtu qysh është mas mirë edhe mas mirë për neve ya rabbel alamin. Aquli qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بن صلوات ديتا جمعة ديتا صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة dhe përgatitu me fal farzën e xumos.